Kino on the Road është projekti më i ri që ka nisur në Shkodër. Ky projekt, i cili vjen fal bashkëpunimit Kino Movement Milano, shoqata Dora Pajtimit dhe Teatri Migjeni, ka si synim krijimin e filmave me metrazh të shkurtër, që frymëzohen nga historia dhe përditshmëria e Shkodrës. Është hera parë që zhvillohet në Shqipëri dhe shpresojnë që të bëhet çdo vit. Është 16 regjizor që vinë nga disa shtete të ndryshme të botës. Për 10 ditë do qëndrojnë në Teatrin Migjeni, do qëndrojnë në Shkodër dhe dëgjërojnë rreth 5 ose 6 filma me metrazh të shkurtër gjatë këtyre ditëve dhe pastaj me 26 do të jetë premiera këtyre filmave në Kineman në Republika. Por që duhet të them është përveç faktit që ne presim risi nga ky projekt, presim filma me metrazh shkurt me cilësi të mirë. Pjesëmarrësit e këtij edicioni të parë, e këtij edicioni të provë vinë nga vendet e ndryshme të botës, dhe kjo është një diçka shumë interesante. Akoma më interesante është fakti që këto persona, profesionista, student, regjizor, aktor, vinë vullnetarisht, dhe me thënë secili është impenju me kohën e tij dhe me resurset e tij për të ardhur për të bërë një rezidencë dhe ditore në qytetin e Shkodrës. Qyteti i Shkodrës do shërbej për regjizorët dhe artistët e rinj si një frymëzim për shkrimin e skenareve, gjerimet dhe montimin e filmave në një kohë rekord, duke kulmuar më pas me shfaqjen e tyre për publikun. Sì, il centro, zona pedonale qua, molto bello. Qendra pedonale është shumë e bukur. E poi tante cose un po' in costruzione, perciò forse film che parlano di gangster che vogliono costruire cose, perché c'è già, no? Ka shumë gjëra që janë në ndërtim edhe do ishte bukur të bënin filma me mendimin e tij që i përkasin ndërtimeve dhe gjërave ilegale në ndërtime, gjëra të tilla. Gjërimet që ka nisur nga data 17 korrik do të përfundojnë me datën 26 korrik, ku më pas do bëhet dhe shfaqja e filmave në Kinema Republika në Shkodër.